Lajmet për diellzën, reagon ashtë për motra e Gjestit, po kish përdoret emri im dhe i vajzës turp. Ndërsa sjellja e Eglit dhe Gjestit e bën situatën edhe më të qartë. Blerina Kelmendi, motra e Gjestit, ka shpërthyer në një reagim të ashpër në Instagram pas spekulimeve të shumta që qarkullojnë në rrjetet sociale, lidhur me marrëdhënien e saj me ish-partneren e Gjestit, diellzën, dhe raportin e ftohtë me Eglin, partneren aktuale të vëllait të saj. Një histori të ndarë me ndjekësit, Blerina e quan të papranueshme për fshirjen e emrit të saj dhe të vajzës në një histori që sipas saj është larg realitetit. Më vjen keq që përdoret vajza që s'ka të bëjë me këtë histori dhe i lidhin gjëra që s'kan të bëjnë me realitetin, shkruan ajo, duke e cilësuar situatën si turpëruese. Por, ajo që për shumë njerëz bie më shumë në sy është pikërisht sjellja e Eglit dhe Gjesti gjatë këtyre ditëve, e cila përforcon zërat se pas kësaj loje ka më shumë të vërtetë se sa po përpiqen të tregojnë. Edhe pse loja e tyre nuk është e pëlqyeshme nga publiku, duket qartë se gjithçka po përdoret për përfitime personale dhe vëmendje mediatike. Fakti që Blerina nuk e ndjek Eglin në rrjetet sociale është parë si një detaj domethënës, ndërsa shumë ndjekës kanë nisur të lexojnë midis rreshtave. Ndërkohë, Blerina shpreh qartazi lodhjen dhe zhgënjimin nga gjithë kjo situatë, duke kërkuar që emri i saj të mos përfshihet në lojra të pavërteta që nuk i përkasin. Cila nga shoqet e mia do të përdoret tani, shkruan ajo me ironi, duke lënë të kuptohet qartë se ndjen se kjo është vetëm një pjesë e një strategjie të mirë menduar për të krijuar dramë dhe vëmendje. Për momentin, as Gjesti dhe as Egli nuk kanë reaguar publikisht, por heshtja e tyre, për shumë kënd, thot më shumë se sa fjalët. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!